Të nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Edi Rama zhvillon një vizitë zyrtare në Tokyo, ku pritet nga homologja e tij japoneze dakordsi për forcimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Edi Rama e quan vendimin për raportin i bar një fitore të Shqipërisë europiane, por Berisha thotë se Brukseli shtoi kushtet për shkak të korrupsionit qeveritar. Ministri i Infrastrukturës deklaron se qeveria nuk do të lejojë mbajtjen peng të aeroportit të Vlorës, situata në monitorim për t'i dhënë zgjidhje sa më shpejt. 7 persona arrestohen nga policia në qytetin e Laçit, akuzohen për shitje të lëndëve narkotike pranë shkollave dhe për organizimin e lojrave të fatit. Publiku vendos sot me vot fatin e Blerinos dhe Henrit në ferma VIP 3, pritet me interes përballja e Mozës me Zhakun pas tensioneve të fundit mes tyre. Vjojmë më gjërësisht, forcimi i marrëdhënieve mes dy vendeve mori vëmendjen kryesore në takimin e kryeministrit Edi Rama në Tokyo me homologen e tij japoneze. Shefi i qeverisë shqiptare e ftoi kryeministren e Japonisë të marrë pjesë në samitin e NATO-s vitin e ardhshëm në Tiranë. Pas Koresë së Jugut, kryeministri Edi Rama zhvilloi një vizitë zyrtare në Tokyo të Japonisë. Kreu i qeverisë u prit nga homologja e tij japoneze Takaichi. Pas nderimit të himneve, të dy liderët parakaluan para trupave ushtarak të veshur me të bardha, që mbanin në duar flamujt e Shqipërisë dhe Japonisë, për të vijuar më pas me takimet mes dy delegacioneve. Në tryezën e përbashkët, kryeministria japoneze vuri theksin tek bashkëpunimi mes dy vendeve, si dhe mbështeti ambicjen e Shqipërisë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Shqipëria është një partner e rëndësishme me të cilën ndajmë vlera dhe parime të përbashkëta. Ne jemi të kënaqur që negociatat e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian po përparojnë në mënyrë të qëndrueshme. Japonia në kuadër të nismës së bashkëpunimit me Ballkanin Perëndimor do të vijojë të mbështesë fuqimisht antarësimin e Shqipërisë në BE. Shefi i qeverisë shqiptare kërkoi më tepër bashkëpunim mes dy vendeve, si dhe ftoi homologen e tij në samitin e ardhshëm të NATO-s, që do të mbahet në Tiranë. Marrëdhënia Japoni-Shqipëri është një marrëdhënie e cila është e bazuar tek vlerat dhe tek parimet e përbashkëta për botën në të cilën ne dëshirojmë të jetojmë. Me shumë këshëri ne presim që të eksplorojmë mundësi të ndryshme se si mund të afrohemi me Japoninë dhe nga ana tjetër, dëshiroj t'ju them edhe paraprakisht që vitin e ardhshëm në Tiranë ne do të organizojmë samitin e NATO-s. Kam kënaqësinë e veçantë që t'ju ftoj të merrni pjesë në atë samit dhe në fakt, kur të vini, do të jetë edhe rasti i parë kur një kryeministër apo kryeministre e Japonisë të vizitojë Shqipërinë. Më herët Rama zhvilloi takim me Ligën Parlamentare të Miqësisë Japoni-Shqipëri, të kryesuar nga Minoru Kyuchi, ministër për strategjinë e rritjes së Japonisë. Kryeministri Rama deklaroi se vendimi i Bashkimit Evropian për kalimin e raportit i bar ishte një fitore e Shqipërisë europiane. Ai nënvizoi se konferenca ndërqeveritare e datës 26 maj vulos me sukses fazën përmbyllëse të negociatave të antarësimit. Kryeministri Edi Rama e cilsoi avancimin e Shqipërisë në procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian, si momentin më të afërt që vendi ynë ka pasur ndonjëherë drejt Unionit. Nga Tokyo, kreu i qeverisë bëri me dije se java e ardhshme hap një fazë të re të procesit të negociatave. Në vijim të çeljes së negociatave për antarësim dhe përparimin e shpejtë përmes grup kapitujve, kemi hyrë në fazën vendimtare të rrugëtimit tonë europian dhe javën e ardhshme do të kemi një konferencë kyçe ndërqeveritare me Bashkimin Evropian që i jep fill një faze të re të mbylljes së kapitujve dhe të përmbylljes së negociatave brenda një viti e gjysmë. Sipas kreut të qeverisë, bashkimi me familjen europiane nuk është thjesht diçka burokratike, por dëshirë e një kombi. Antarësimi në Bashkimin Evropian është pikërisht kjo. Nuk ka të bëjë me hyrjen në një organizat, por ka të bëjë me transformimin e shoqërisë nga brenda, ndërtimin e institucioneve që s'kemi patur kurrë, forcimin e shtetit të së drejtës, modernizimin e administratës publike, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe krijimin e një shteti që ju shërben qytetarëve. Gjithashtu pranoi se ky proces vjen dhe me sfidat e tij. Një prej kapitujve më të thellë të rrugtimit tonë drejt kësaj ambicie ka qenë reforma jonë në drejtësi. Një prej reformave më të thella e më të vështira që ka ndërmarrë ndonjëherë Shqipëria. Jo sepse ndryshimi i ligjeve është i vështirë, të ndryshosh ligje është e lehtë dhe në Shqipëri është më e lehtë se sa në Japoni. Me qira fjala, të ndryshosh ligje, të ndryshosh zakonet, të ndryshosh pritshmëritë dhe të ndryshosh sistemet të ngërthyera. Është e vështirë, por reformat që kanë peshë kurrë nuk janë të lehta.
Të martën pritet mbajtja e konferencës së 8 ndërqeveritare, e cila do të konfirmojë nisjen e procesit të mbylljes së kapitujve. Por, Sali Berisha thot se vendet anëtare të Bashkimit Evropian i shtuan kushtet për Shqipërinë. Lideri demokrat krahasoi dy raportet e fundit të grupit të punës, duke shtuar se tashmë Brukseli e konsideron korrupsionin në Shqipëri një shqetësim themelor. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha përshëndeti miratimin e raportit piketave të ndërmjetme i Bar në Bruksel. Në një konferencë me gazetarët, Berisha deklaroi se ky dokument është vlerësimi më i saktë për sfidat që ka Shqipëria në procesin e integrimit. Është një fitore për çdo shqiptar që konsideron të ardhmen e tij më të mirë në Bashkimin Evropian, por beson se shqiptarët në këtë proces bëhen më të lirë, më të mkëmbur, më sigurt, me kusht që ky të jetë një proces i bazuar në merit. Sipas Berishës, përgjatë negociatave të muajve të fundit mes Komisionit Evropian dhe vendeve anëtare të BE-s janë shtuar kushtet për Shqipërinë. Për të mbështetur këtë, Berisha krahasoi draftin e parë të hartuar nga Komisioni në shkurtin e këtij viti, kur grupi i punës për zgjerimin, i njohur me emrin Koela, nisi shqyrtimin e IBAR me dokumentin që vendet anëtare miratuan në fund. Berisha veçoi nga ky raport çështjen e korrupsionit, pasi sipas tij, vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë ashpërsuar gjuhën. Korrupsioni, shqetësim vendimtar, themelor, me një fjalë Shqipëria po thuaj me karton të kuq. Ky është vlerësimi dhe cilësimi që i ka bërë Koela pas zbulimit se Edi Rama qëndron prapa dosjeve të Lubi Ballukut dhe lindave të tij. Berisha veçoi edhe shqetësimin e vendeve anëtare të BE-s për presionet dhe gjuhën e ekzekutivit dhe legjislativit ndaj SPAK-ut të gjykatave. Edhe pse vetë është një prej politikanëve që ka përdorur kritikat më të ashpra ndaj SPAK-ut, Berisha deklaroi se kritikat e Brukselit janë për kryeministrin Edi Rama. Pas sulmeve dhe bllokimit të SPAK-ut nga Edi Rama, Beja dhe Haftas në mbrojtje të rezultateve, domethënë të padive të paraqitura ndaj Lubi Ballukut, rezultate të tjera të akshit dhe të rrugëve. Kryetari i Partisë Demokratike nënvizoi si shumë të rëndësishëm për Shqipërinë edhe kushtëzimin e rrugës integrimit me mbajtjen e zgjedhjeve në përputhje me standardet e OSBE ODIHR-it. Ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës Enea Karakaçi tha këtë të premte se qeveria nuk do të lejojë mbajtjen peng të aeroportit të Vlorës. Sipas tij, situata po mbahet nën monitorim për t'i dhënë një zgjidhje sa më të shpejtë. Qeveria paralajmëron ortakët në aeroportin e Vlorës se përplasjet mes tyre dhe mbajtja peng e objektit nuk do të tolerohen dhe se për ta do të ketë penalitete. Ministri Enea Karakaçi deklaroi se situata e krijuar po vlerësohet dhe se së shpejti do të jepet një zgjidhje në zbatim të kushteve të kontratës. Aeroporti nuk është akoma operacional, ku klauzolat e kontratës parashikojnë së pari vendosjen e penaliteteve, për të cilat patjetër Ministria në varësi të gjithë vonesave përkatëse dhe në bazë të kushteve të kontratës do vijojë me përcaktimin e tyre. Dhe pastaj vijojnë që nga dërgimi një plani mitigues për, le të themi, rregullimin e pasojave të kontratës, që mund të rezultojë në, le të themi, shtyriet afatit kontratës koncesionare, apo deri edhe në zgjidhje të njëanshme të kontratës koncesionare në varësi të, le të themi, e argumenteve ligjore. Gjatë një konference me gazetarët, Karakaçi u ndal edhe te rruga Milot Balldren, duke njoftuar se fituesi i tenderit do të shpallet brenda javës së parë të qershorit për t'i hapur rrugën më pas projektit që do të shfrynte trafikun drejt veriut. Ajo çfarë unë mund të them është po, është një procedurë koncesioni e hapur, jemi në fazën e vlerësimit të ofertave. Në dijenin time komisioni është në fazën përmbyllëse dhe pritet që shumë shpejt brenda fundit të majit ose fillimit të qershorit ne të shpallim një fitues për rrugën Milot Balldren. Ajo çfarë është e rëndësishme të theksohet është po, rruga Milot Balldren do bëhet. Do jetë një rrugë kategorisë A, do ketë dhe rrugë alternative. Sa i takon trafikut që vijon në autostradën Tiranë-Durrës, pavarësisht zgjerimit të 6 kilometrave të parë, ministri u shpreh se projekti është në vijim, duke përfshirë edhe shembjen e mbikalimit të Rinasit. Ne dimë që është hinka
që krijohet në mbikalimin e Rinasit. Ajo çfarë mund të them është që ne kemi kontratën në fuqi, që është duke u zbatuar dhe çdo qytetar kur kalon në rrugën Tiranë-Durrës mund ta shikojë vazhdimin e punimeve pas mbikalimit të Rinasit. Pjesë e kësaj kontrate të lidhur është, le të themi, shembja e mbikalimit të Rinasit, krijimi i një mbikalimi të ri me 4 kursi dhe vazhdimi edhe me 2 kilometra të tjerë i kursive shtesë që të cilat janë duke u punuar. Dhe kjo do japi dhe një shfryerje edhe më të madhe trafikut të rrugës Tiranë-Durrës. Enea Karakaçi shtoi se brenda vitit 2027 do të jetë në funksion edhe hekurudha Tiranë-Durrës, duke rikthyer stacionin e trenit aty ku ka qenë në kryeqytet. Rrëzohet kërkesa e Ervit Berberit për të rifituar lirinë. Vendimi për zbutjen ose jo të masës së sigurisë u dha nga gjyqtarja Marinela Osmani. Ish kreu autoritetit rrugor mbahet në paraburgim për krijimin në një skeme korruptive përmes shoqërisë DAM SHPK. Kompania përfitonte fonde kur drejtimin e ARSH-s e kishte pikërisht Ervit Berberi. Sipas PAK, ai ka kryer korrupsion, ka pastruar para dhe ka shkelur barazinë e pjesëmarrjes në tendera. Ndërkaq Berberi është i akuzuar edhe në dosje Balluku. Një aksion policor në qytetin e Laçit u finalizua me arrestimin e 7 personave. Ata akuzohen për shitje të lëndëve narkotike pranë shkollave, si dhe për organizimin e lojrave të fatit. 7 persona kanë rënë në pranga në qytetin e Laçit për shpërndarje të lëndëve narkotike në afërsi të shkollave dhe organizimit të palishëm të lojrave të fatit. Operacioni u finalizua pas disa muaj shëtime për disa persona që ushtronin aktivitetin kriminal të shitjes së lëndëve narkotike në doza të ndryshme. Nga hetimet dyshohet se këta shtetas siguronin si fillim kanabisin, të cilën e ndanin në doza dhe më pas e shitnin në zona të ndryshme, në disa raste edhe afër shkollave. Gjatë operacionit u zbulua gjithashtu një lokal ku organizoheshin lojra fati me kompjuter në kundërshtim me ligjin. Për këtë rast u arrestuar pronari i lokalit, babai 2 prej shtetasve të arrestuar, i cili nuk e kishte regjistruar subjektin si edhe punonjësit në organet kompetente. Po ashtu u sekuestruan doza kanabisi, 6 automjete, celular dhe 7 pajisje të ndryshme elektronike për lojra fati. Operacioni Perimetri 2 u zhvillua nga sektori për hetimin e narkotikëve, forcat shqiponja të Lezhës dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë të Tiranës. 4 betoniere janë djegur gjatë natës duke u gdhirë kjo e premte në fshatin Dukat të Vlorës. Mjetet ishin në pronësi të Blerti Mëhillaj, ndërsa ngjarja dyshohet të jetë e qëllimshme. Në vend ngjarje mbërritën menjëherë forcat zjarfikse të Vlorës, të cilat kanë bërë të mundur shuarin e flakëve, por pavarësisht ndërhyrjes, betonierët janë djegur plotësisht. Blerina dhe Henry janë 2 konkurrentët që sot në mbrëmje do të mësojnë për rrugtimin e mëtejshëm në ferma VIP 3. Përmes votës, publiku do të vendosë largimin e njërit prej tyre nga gara. Mbrëmja sot me pritet të jetë një nga netët më të forta dhe më vendimtare të këtij edicioni, teksa loja ka hyrë tashmë në fazën më delikate të saj. Vëmendja kryesore e këtij prajmi do të jetë televotimi kokë më kokë mes Henryt dhe Blerinës, ku njëri prej tyre do të largohet përfundimisht nga gara. Pas ditësh të mbushura me tensione, strategji dhe diskutime të forta mes fermerëve, publiku tashmë mban në dorë fatin e 2 prej konkurrentëve më të komentuar të këtij sezoni. Gara mes tyre është kthyer në një duel të vërtet emocionesh, ndërsa mbetet për tu parë se cili do të ndërpres rrugëtimin në ferma VIP. Si çdo javë, edhe sonte nuk do të mungojnë sfidat e reja, të cilat pritet të testojnë jo vetëm forcën fizike, por edhe durimin, si dhe marrëdhëniet mes tyre. Në një periudhë ku nervat janë në limit dhe çdo vendim mund të ndikojë lojën, sfidat e agajit pritet të ndezin akoma më shumë atmosferën brenda fermës. Në këtë prajm nuk do të mungojnë as debatet e forta dhe përplasjet mes fermerëve. Aleancat duket se po lëkunden, ndërsa tensionet e grumbulluara prej javësh kanë sjellë diskutime të ashpra që pritet të marrin përgjigje sonte live. Një tjetër dinamik që ka tërhequr vëmendjen e publikut është edhe raporti mes Mosës dhe Zhakut. Pas shumë tensioneve, ironive dhe përballjeve të vazhdueshme, duket se mes tyre ka pasur një ulje të tensioneve dhe një përmirësim të marrëdhënies. 2 fermerët kanë shfaqur më shumë qetësi ndaj njëra tjetrës gjatë ditëve të fundit, duke lënë të kuptohet se konfliktet e forta mund t'i kenë lënë pas.
Mes emocioneve, surprizave dhe një eliminimi që pritet të trazoj fermën, mbrëmja e sotme që do të fillojë në orën 21 premton spektakël dhe zhvillime të forta që mund të ndryshojnë krejtësisht ekuilibrat e lojës. Tu kemi përfunduar, një falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.